Të folurit është një nga hapat më të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijës. Ai nuk është thjesht mënyra se si fëmia shpreh fjalë, por një proces kompleks që lidhet ngushtë me zhvillimin e trurit, dëgjimit, emocioneve dhe marrëdhënieve sociale. Për shumë prindër, momentet e para kur fëmia fillon të flasë janë burim gëzimi, por edhe shqetësimi, kur këto hapa nuk ndodhin në kohën e pritur. Zhvillimi i të folurit nuk është i njëjtë për të gjithë fëmijët. Disa fillojnë të flasin më herët, disa pak më vonë, dhe kjo është shpesh brenda normales. Megjithatë, ka raste kur vonesat apo vështirësitë në të folur janë shenjë një problemi që kërkon vëmendje dhe vlerësim profesional. Të folurit përfshin disa komponentë të rëndësishëm: të kuptuarit e gjuhës, artikulimin e tingujve, formimin e fjalëve dhe fjalive, ritmin dhe qartësinë e të shprehurit. Një vështirësi në cilën do prej këtyre fushave mund të ndikojë në mënyrën se si fëmia komunikon me të tjerët dhe mënyrën se si perceptohet nga mjedisi përreth. Një nga shqetësimet më të shpeshta është vonesa në të folur. Kjo ndodh kur fëmia nuk arrin të përdorë fjalë apo fjali sipas moshës së tij. Prindërit shpesh vënë re se fëmia kupton gjithçka që i thuhet, por flet pak ose fare. Në disa raste kjo vonesë mund të jetë kalimtare, por në raste të tjera kërkon ndërhyrje të specializuar. Problemet me artikulimin janë gjithashtu shumë të shpeshta. Fëmia mund të zëvendësojë disa tinguj me të tjerë, të mos i shqiptojë qartë fjalët ose t'i thjeshtojë ato. Deri në një moshë të caktuar, këto gabime konsiderohen normale, por kur vazhdojnë përtej moshës së pritur, ato mund të ndikojnë në komunikimin dhe në vetbesimin e fëmijës. Në disa fëmijë, vështirësitë me të folurin lidhen me probleme dëgjimi. Një fëmijë që nuk dëgjon mirë nuk mund të imitojë saktë tingujt dhe fjalët. Infeksionet e shpeshta të veshit në moshën e vogël, për shembull, mund të ndikojnë në zhvillimin e të folurit pa u vënë re menjëherë nga prindrit. Faktorë të tjerë që ndikojnë në zhvillimin e të folurit janë mjedisi familjar dhe komunikimi i përditshëm me fëmijën. Mungesa e stimulimit gjuhësor, përdorimi i tepruar i ekraneve dhe komunikimi i kufizuar verbal mund të ngadalësojnë zhvillimin e gjuhës. Fëmijët mësojnë të flasin duke dëgjuar, imituar dhe ndërvepruar me të rriturit dhe me bashkëmoshatarët. Problemet e të folurit mund të shoqërohen edhe me vështirësi emocionale dhe sociale. Një fëmijë që nuk arrin të shprehë veten qartë mund të ndihet i frustruar, të tërhiqet nga komunikimi ose të shfaqë sjellje problematike. Me kalimin e kohës, kjo mund të ndikojë në marrëdhëniet me fëmijë të tjerë dhe në përfshirjen në ambientin shkollor. Është e rëndësishme të theksohet se problemet me të folurin nuk janë gjithmonë të dukshme që në fillim. Disa fëmijë flasin, por kanë vështirësi në ndërtimin e fjalive, në përdorimin e fjalorit apo në kuptimin e udhëzimeve më të ndërlikuara. Këto vështirësi mund të shfaqen më qartë në moshën parashkollore ose shkollore. Vlerësimi i hershëm është të çelësi për një zhvillim sa më të mirë të fëmijës. Sa më herët të identifikohen vështirësitë me të folurin, aq më efektive janë ndërhyrjet. Logopedia ofron metoda të specializuara që ndihmojnë fëmijët të zhvillojnë aftësitë e komunikimit në mënyrë të natyrshme dhe të përshtatur me nevojat e tyre individuale. Roli i prindërve në këtë proces është shumë i rëndësishëm. Prindrit nuk duhet të ndjehen fajtor apo të turpëruar për vështirësitë e fëmijës, por të informuar dhe të përfshirë aktivisht në ndihmën ndaj tij. Bashkëpunimi me specialistët dhe zbatimi i këshillave të dhëna në shtëpi janë pjesë thelbësore e suksesit të trajtimit. Duhet të largohet ideja se fëmia do të flasë vetë me kalimin e kohës. Në disa raste kjo ndodh, por në shumë të tjera, vonesa në të folur mund të shoqërohet me vështirësi më të mëdha në të ardhmen, përfshir leximin, shkrimin dhe përqendrimin në shkollë. Prandaj çdo shqetësim për të folurin e fëmijës duhet të merret seriozisht. Një vlerësim profesional nuk dëmton kurrë, por përkundrazi, ofron qartësi, siguri dhe udhëzime të sakta për prindrit. Komunikimi është baza e zhvillimit social, emocional dhe intelektual të fëmijës. Të ndihmosh një fëmijë të flasë më qartë dhe me vetbesim, do të thotë t'i japësh atij mundësinë të shprehë mendimet, ndjenjat dhe potencialin e tij të plot. Dashur të shikues, në pjesën e parë të programit sotëm do të flasim për problemet e të folurit tek fëmijët. Çfarë është logopedia dhe si na vjen në ndihmë në këto raste. Ndërsa në pjesën e dytë në rubrikën Ju pyesni ne përgjigjemi, do t'i kthejmë përgjigje shumë pyetjeve që kanë ardhur prej jush në rrjetet tona sociale në lidhje me gurët në veshka. Po nis të pjesë të parë me Alma Germizin, e cila është logopediste. Alma, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Për mua është kënaqësi të flas për logopedin, pasi kjo është puna ime prej më shumë se 10 vitesh. Dhe pavarësisht se ka kohë që njihet si shqetësim tek fëmijët, pjesa e të folurit me vonesë ose mos zhvillimi i komunikimit, përsëri ka nevojë prap të informohet publiku.
Falenderoj që pra zgjodhe që të ndani njëri tuaj me ne dhe së pari duam të dim pra logopedia se ndonjëherë ngatrohet me terapi të tjera, ndoshta për probleme të tjera që kanë fëmijët, problemet zhvillimit e tjera. Çfarë është pra logopedia? Logopedia është shkenca e të folurit. Ne si logopedist merremi me pjesën e të kuptuarit, rritjen e të kuptuarit tek fëmijët, gjithashtu dhe nëpërmjet metodave të ndryshme logopedike dhe nxisim të shprehurin tek fëmijët. Cilat janë fazat normale të zhvillimit pra të folurit tek fëmijët? Tek fëmijët, fazat e zhvillimit të të folurit. Ajo çfarë shpesh prindrit kërkojnë nga ne është të komunikojë. Por normalisht kur referohen për komunikim, referohen për të folurin. Dhe kjo ndodh në moshën 60 muajsh, në moshën 2 vjeç, por ndërkohë komunikimi fillon që në momentet e para të lindjes. Një fëmijë që përsa lind ai komunikon, si formë komunikimi, në këtë periudhë është e qara. Pra fëmia qan përsa lind, qan në momentin kur ai do të shprehi nevojën e uris ose do që është i lodhur, pra do të relaksohet. Madje ka studime të cilat tregojnë se edhe e qara e fëmijës në momentet e para të jetës dhe në vazhdimsi ndryshon në bazë të këtyre nevojave të cilat ai shpreh. Duke u rritur, fëmia në moshën 2 muajsh nisi gugatjet e para. Ajo çfarë ne duhet të presim është që fëmia ti shpeshtoj këto gugatje për gjatë rritjes. Në moshën 6 muaj të ketë akoma dhe më shumë tinguj të cilat ai i thot ose gugat, të reagojë ndaj ambientit, pra të drejtohet ndaj zhurmave në ambient ose kur prindrit e thërrasin. Në moshën 1 vjeç, një fëmijë duhet që të reagojë thuajse gjithmonë ndaj emrit të tij. Duhet përpiqet të tregojë me gisht gjërat që ai kërkon ose do t'i tregojë të tjerëve, të rriturve ose familjarëve. Gjithashtu të ketë vëmendjen e përbashkët, e cila është shumë e rëndësishme. Në moshën 2 vjeç ne presim që fëmia të ketë minimumi rreth 50 fjalë, të arrijë të lidh 2 fjalë bashk në sensin të thot dua ujë, iku babi, mami puna, mami është e puna, pra ai të thot të shpreh atë çfarë mendon. Duke u rritur, patjetër që ne presim që fëmia të kuptojë shumë më shumë dhe të arrijë të shprehet akoma dhe më shumë. Kjo në moshën 3 vjeç, ajo çfarë ne presim është që fëmia të fillojë të ketë një komunikim funksional, e cila është shumë e rëndësishme. Pra ti përgjigjet disa pyetjeve të thjeshta, si të tipit si e ke emrin, ku është mami. Gjithashtu edhe fëmia vet të kërkojë, të zbatojë udhëzimet të cilat janë më të komplikuara. Këto janë shumë të rëndësishme. Në moshën 4-5 vjeç, ne kemi një komunikim shumë të kuptueshëm për nga të rriturit. Presim që fëmia të bëjë pyetje, sidomos në moshën 4 vjeç, pyetja pse është ajo çfarë fëmijët e kanë më të natyrshme. Dhe ndonjëherë i bezdis në zhvillimin tipik i bezdis prindrit, por ajo e bën më të lehtë për ta që të kuptojnë fenomene të ndryshme, të kuptojnë edhe të rrisin akoma më shumë gjuhën e kuptuar. Në moshën 5 vjeç ne presim që fëmia të ritregojë dhe patjetër të komunikojë dhe të shtojë akoma dhe më shumë pyetjet. Cilat janë shenjat e para që ndoshta çdo prindër pra mund të vëjë re që fëmia e tyre ka probleme me të folurën? Në momentin kur fëmia është shumë i qetë, ai nuk është se reagon ndaj ambientit. Nëse ne flasim për një fëmijë 1 vjeç i cili nuk arrin të tregojë me gisht, nuk mban gjatë kontaktin me sy, nuk shfaq interes për ambientin përreth. Këto janë disa shenja shumë alarmante që prindi duhet t'i vërejë. Por edhe në momentin kur fëmia mund të belbëzojë ose të thotë fjalët e para si mama, baba, ujë, topi e të tjerë, por ai nuk arrin dot të ndërveprojë me një të rritur, edhe kjo është diçka që duhet parë pra tek fëmia, ose në moshën 2 vjeç, nëse një fëmijë i cili ka disa fjalë, nuk arrin të zbatojë udhëzime të thjeshta si të tipit çojo gotën tek tavolina ose më jep telekomandën, që janë disa gjëra shumë bazike për atë moshë, atëherë kjo është diçka për të shqetësuar.
Gjithashtu dhe nëse fëmia është më i rritur, 4 ose 5 vjeç, mund të ketë fjalë ose jo, por e ka të vështirë, domethënë që të rrijë në një ambient me bashkëmoshatarët e tij për një kohë të gjatë, ose ka lojra përsëritse, të cilat mund të bëjë pra shfaq interes për një lojë, anohet në një cep te këndi i klasës dhe nuk është se do të ndërveprojë me të tjerët. Kjo është një shenjë e cila duhet parë, duhet konsideruar një vlerësim për atë fëmijë, edhe nëse ai ka fjalë ose zhvillon gjuhën e folur, sepse këtu kemi të bëjmë me ndërveprimin, kemi të bëjmë me komunikimin social, që në këtë moshë duhet të jetë, por një fëmijë i cili veçohet patjetër që mungon komunikimi social, sepse ai nuk bashkëvepron dhe nuk ndërvepron me moshatarët ose me më të rriturit. Alma, a është vërtet që djemt, pra fëmijët meshkuj, kanë, ndoshta i vjen pak më vonë kjo e folura, pra zhvillohen më vonë në aspektin e të folurës. Është vërtet apo është mit? Realisht, kjo është një mit nëse ne i referohemi një diferencë shumë të madhe moshe tek meshkujt dhe tek femra, tek fëmijët meshkuj dhe femra, sepse zhvillimi pak a shumë truri i fëmijës arrin të ndërtohet dhe të formohet thuajse në të njëjtën kohë, qoftë tek vajzat, qoftë tek djemt. Po shpesh prindrit edhe nga frika për ta pranuar që ka një vështirësi, përpiqen që ta justifikojnë në thonjza që është djalë dhe do presim pak më gjatë që të flasi, sepse gocat janë më të shkallta, pavarësisht se mund të ketë që një vajzë mund të flasi një fjalim më të gjatë ose mund të ketë një gjuhë më të shprehur më të zgjeruar, në momentin kur nuk kemi fjalë tek një fëmijë i moshës 1 vjeç e gjysmë, djalë apo vajzë, duhet patjetër që prindi ta konsiderojë, domethënë një konsult me specialistin. Problemet me të folurën janë vetëm pra të izoluara në këtë gjë, apo se shpesh shumë prindër mendojnë që ndoshta është diçka tjetër, një problem me zhvillimin pra të trurit ose autizmi, pra cili është mekanizmi që sjell te problem të zhvillimit të folurit dhe është vetëm kaq apo ka lidhje me diçka tjetër? Pjesa e gjuhës së shprehur mund të vijë si pasojë për shkaqe të ndryshme. Mund të jetë mungesa e stimulimit. Pra ka fëmijë të cilët rriten në një ambient i cili nuk ka shumë stimuj verbal. Pra prindërit janë në punë për një kohë të gjatë, fëmia qëndron me dadun dhe normalisht në këtë rast fëmia nuk ka marrë stimuj të duhur. Por e folura vonë ose mungesa e gjuhës mund të vijë dhe si pasojë e problemeve të vështirësive neurozhvillimore ose diagnozave të ndryshme të cilat nuk janë diagnostikuar deri në ato moment, siç mund të jenë diagnoza të ndryshme gjenetike ose dhe autizmi, patjetër. Çfarë duhet bërë në këto raste është ndryshimi i komplet rutinës së fëmijës, është marrja e stimujve verbal, e stimujve gjuhësor sa më shumë që fëmia të fillojë dhe ta zgjerojë gjuhën e kuptuar. Pra atij t'i rrihet veshi sa më shumë me fjalët. Emërtime të thjeshta të objekteve në shtëpi, të fjalëve të thjeshta siç është topi, pema, lule e të tjerë. Pra ne do përpiqemi që të stimulojmë trurin e fëmijës vazhdimisht që ai t'i përthith këto njohuri dhe në momentin kur të jetë gati të filloj dhe ti emërtoj ato. Gjithmonë, në momentin kur fëmia nuk ka të bashkëshoqëruar një vështirësi tjetër, e ka shumë më të lehtë që ti të arrijë zhvillimin normal pa pasur shumë nevojë për terapi. Në shumicën e fëmijëve që ju trajtoni, por edhe sipas literaturës, pra shumica e tyre kanë vetëm këtë problem dhe do të rriten fëmijë pra që do jenë të aftë të kryejnë çdo lloj detyre si në shkollë, por edhe në jetë kur të rriten, apo në shumicën e rasteve do jenë fëmijë pra që do kenë nevojë për kujdesje të veçantë, sepse asnjëherë pra nuk do të jenë të aftë të kryejnë detyrat e tyre siç mund ta bënin fëmijët e tjerë.
E kuptoj. Qëllimi i terapisë në vetvete është që të ndihmoj fëmijën për t'u aftësuar në të gjitha fushat e jetës. Normalisht ne si logopedist punojmë për pjesën e komunikimit, të kuptuarit dhe të shprehurit e gjuhës, por me trajnimet e duhura një logopedist mund të arrijë që të punoj edhe për autonominë e fëmijës, të punoj për sjelljen e fëmijës, sepse qëllimi në vetvete kur një prind drejtohet për të bërë terapi, pavarësisht se nuk e ka kuptuar akoma nëse fëmia thjesht nuk flet apo ka vështirësi të tjera bashkëngjitur të cilat mund të jenë çrregullime neurologjike, është që neve nëpërmjet terapisë ta udhëzojmë dhe ta mësojmë fëmijën që ai çdo ditë e më tepër të mos ketë nevojë për terapi, pra ai të arrijë të bëhet i pavarur. Në qendrën ku unë punoj, kemi shumë raste të fëmijëve të cilat kanë vonesa gjuhësore, vonesë të folurit, të cilat e kanë më të lehta dhe marrin një kohë shumë më të shpejtë për t'u rikuperuar. Ndërsa gjithashtu kemi edhe fëmijë të cilët kanë çrregullime neurozhvillimore ose paraliza spastike të cilat kanë të vështirë. Kjo varet gjithmonë nga prekja. Nëse një fëmijë ka shumë pak element të këtyre diagnozave, arrin shumë më shumë që të aftësohet dhe në një kohë më të shpejtë. Nëse një fëmijë ka element më të rënduar të kësaj diagnoze, patjetër që do i marrë një kohë më të gjatë të rikuperimit. Diagnozën kush e bën? Bën ju si logopedist apo është në bashkëpunim me mjek të caktuar, pra të specialiteteve caktuara? Në qendrën tonë ne vendosim vetëm diagnozat logopedike, të cilat janë vonesa e folurit, vonesa gjuhësore, disleksia, belbëzimi, ndërsa diagnozat të tjera fëmijët i marrin nga mjekët përkatës. Neurolog ose psikiatër. Një bashkëpunim me mjekët. Patjetër, duhet një ekip të cilin neve bashkëpunojmë. Dhe si funksionon terapia? Terapia. Në momentin kur fëmia shfaqet për të bërë një konsult, ai normalisht ne bëjmë nëpërmjet lojrave dhe programeve të ndryshme, arrijmë që të nxjerrim të gjitha aftësitë që fëmia ka dhe ato çfarë ai duhet arrijë konform moshës biologjike. Në këtë moment ndërtohet një plan individual i cili përshtatet vetëm për atë fëmijë nëpërmjet lojrave apo nëpërmjet programeve të ndryshme varësi në moshën e fëmijës, sepse me një fëmijë 2 vjeç pjesa më e madhe e orës së terapisë është nëpërmjet lojrave, sepse vetëm në atë formë ata e kanë më të lehtë që t'i mësojnë gjërat dhe t'i përvetësojnë ato. Ky plan bëhet i personalizuar vetëm për atë fëmijë. Normalisht programet janë 3 mujore ose 6 mujore, të cilat rishikohen dhe më pas vendosen objektiva të reja ose vendoset nëse ka nevojë më apo nuk ka nevojë më për terapi. Në mjekësi ka një rregull të art që sa më shpejt ta kapësh pra një smundje, aq më e lehtë është ta kurosh. Vlen e njëjta gjë edhe në fushën e logopedisë? Patjetër, madje vlen shumë. Më vjen mirë, sidomos 2 vitet e fundit kam vënë re interesimin e prindërve në një moshë shumë të hershme. Fillojnë dhe pyesin edhe si ta stimulojmë fëmijën që 6 muajsh, pra përpiqen që të na pyesin ne si profesionistë çfarë lodrash t'i blejmë, çfarë librash të punojmë dhe kjo na gëzon sepse kemi një ndërgjegjësim, por në momentin kur ne kemi një fëmijë i cili nuk ka arritur ato gurët e zhvillimit, patjetër që terapia ndihmon ta nis sa më herët, që normalisht truri është si një plastelin, truri i fëmijës, dhe në momentin kur ai ka një prekje për vështirësi që fëmia shfaq, duke u punuar, arrin që truri të fitojë aftësi të reja, gjithashtu dhe të zëvendësojë aftësitë të cilat fëmia nuk i ka arritur. Dikur pra ne e thonim, mbase nuk është termi shumë i saktë ose i dur, ose që lejohet ta thuash edhe në televizion, gagaç, pra ata që belbëzonin. Për këta lloj fëmijësh, është prapë vlen logopedia apo është një trajtim tjetër? Patjetër që vlen logopedia, por duhet trajnime specifike. Ajo çfarë dua të theksoj është që jo vetëm një logopedist i diplomuar mund të trajtojë të gjitha rastet logopedike, sepse çdo vështirësi ose diagnozë logopedike ka nevojë për një trajtim të përshtatur, të standardizuar. Tek pjesa e belbëzimit, do doja të theksoja pak pjesën që shpesh ndodh tek fëmijët në moshën 2-3 vjeç. Dhe prindrit të paktën kohët e fundit
marrin në telefon dhe janë të alarmuar në sensin që neve nuk kemi as në gjenetik çfarë po ndodh, pse i ndodh. Në moshën 2-3 vjeç, ajo çfarë quhet belbëzim nga prindrit, ne si profesionistë e quajmë disfluencë për shkak se është një fazë kalimtare. Në moshën 2-3 vjeç, i kuptuari i fëmijës është shumë më i madh se sa ajo çfarë ata arrin të artikulojnë. Pra edhe nëse arrin të artikulojnë mendimin, ata mund të thjesht faza që ata do përpiqen të emërtojnë gjërat që kanë në mendje, mund të bëjë që fëmia të përsërisë një tingull në fillim ose rrokjen e parë të fjalës. Dhe kjo është një fazë kalimtare. Nëse zgjat më pak se 6 muaj, nuk ka nevojë fare as për konsult logopedike, por është e rëndësishme që prindi të mos i ushtrojë presion fëmijës. Ndërsa pas moshës 5 vjeç, nëse ne kemi të pranishëm pjesën e belbëzimit, patjetër që duhet konsideruar dhe konsulta dhe ndoshta edhe trajtimi i belbëzimit. Kur flasim për problemet të folurit, ka gjithmonë të bëjë mënyra se si e formulon fjalën ose shqipton fjalën, apo e gjithë fjalia ndonjëherë, pra një fëmijë ndoshta fjalën e shqipton siç duhet, por nuk arrin dot ta kthej këtë në një komunikim verbal për moshën e tij të përshtatshme për moshën e tij. Patjetër, kur kjo lidhet, pra fëmia ka një moshë të caktuar i cili duhet të përgjigjet, nuk po them vetëm të artikulohet. Pra, neve do përpiqemi të bëjmë vlerësimin në bazë të moshës që ka fëmia. Nëse në një fëmijë 4 vjeç mund të anashkalojmë shqiptimin jo të saktë të tingullit R ose të tingullit Z, në një fëmijë 7 vjeç, patjetër që artikulimi duhet të jetë i saktë. Pra, ndërsa në moshën 4 vjeç, nëse ne i bëjmë një pyetje fëmijës i cila është e vështirë për të, patjetër që nuk i japim rëndësi sepse ai do e kalojë me kalimin e kohës. Por për një fëmijë 7 vjeç, nëse ai shfaq vështirësi për një komunikim social, atëherë duhet konsideruar dhe duhet punuar që ta arrijë dhe ta kapërcej këtë vështirësi. Keni ndonjë shembull konkret pra suksesi ku një fëmijë ju ka ardhur, ju e keni trajtuar dhe tashmë flet pra si gjithë fëmijët e tjerë, ndoshta ndonjëherë dhe më mirë dhe më bukur se ta? Po, ka dhe raste të cilat vinë për trajtime dhe normalisht me mungesë të plotë të komunikimit, por kanë të zhvilluar pjesën më të madhe të kuptuarit dhe të ndërveprimit, ata marrin një kohë shumë të shkurtër për terapi dhe normalisht suksesi i tyre mund të vijë diku te pas 6 muajsh terapi. Por ka dhe raste të cilat shfaqin vështirësi sociale, shfaqin vështirësi në kontaktin me sy dhe përmes terapisë arrin që ti përvetsojnë këto vështirësi, gjithashtu arrin që ta komunikojnë të gjithë nevojën që kanë, kërkesat që kanë, pra arrin edhe në komunikim social. Normalisht terapia zgjat më tepër dhe do një bashkëpunim shumë të madh me prindin, sidomos në këto raste, gjithashtu edhe me mësuesi në kopsht apo në shkollë. Kozjatja është relative në varësi të fëmijës dhe se çfarë nevojësh ka ky fëmijë. Në bazë të diagnozës, vështirësisë, gjithashtu edhe në bazë të ndërveprimit dhe bashkëpunimit me prindrin dhe mësuesin. Sepse tek një fëmijë i cili le të themi ka një vonesë gjysore, i cili punon me mamin në shtëpi, pra nëse në terapi kemi punuar me 2-3 objektiva dhe ato janë përsëritur për gjatë ditës, normalisht neve ajo gjë për të mësuar do na marri një kohë shumë të kufizuar dhe do kalojmë te disa objektiva të reja. Por ne e kuptojmë që shumë prindër punojnë me kohë të zgjatur dhe nuk e kanë mundësinë që të punojnë dhe të zbatojnë të gjitha ato këshilla që ne si logopedistë ju japim për fëmijët e tyre, ndodh që ajo të na marrë pak më tepër kohë. Pra, edhe tek të njëjtat vështirësi, nëse prindi bashkëpunon, ne shikojmë rezultate shumë më shpejt. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, secili prind duhet të jetë pak kërkues ndaj terapistit që të punojë dhe ai vetë ose të përshtasë ato objektiva, se normalisht prindi nuk mund të bëhet terapist, por të përshtasë objektivat nëpërmjet rutinës ditore që ka fëmia ose aktiviteteve ditore, që ti përthithje sa më shpejt. Fëmijët e sotëm qëndrojnë gjithmonë më shumë para celularëve, tabletave, kompjuterave, televizorit, pa çfarëdo lloj ekrani që lëshon rrezatime dhe që ja merr vëmendjen tërësisht atyre, i zhyt në botën virtuale. Si ndikon teknologjia në zhvillimin e të folurit të fëmijëve dhe a ka ndonjë këshill për prindrit që mund t'jepni? Realisht, ekranet nuk sjellin asgjë të mirë tek fëmijët. Nëse do ishte e mundur për prindrit ta shtynin sa më gjatë
jo 3 vjeç, po edhe 5 vjeç fëmia është mirë që të mos ketë fare ekrane të pranishme, as televizorin në shtëpi. Kjo është e pamundur, e dim, por duke qenë se jemi përballë situatave të ndryshme, do i ftoja prindërit që të përpiqen që atë kohë t'ia kufizojnë çdo ditë më tepër. Ajo çfarë ekrani bën është që fëmia, sidomos në moshë të hershme, fëmia nuk e percepton botën njësoj. Pra nëse ne japim fëmijës një ekran në moshën 6 muajsh, në moshën 8 muajsh, të cilët kanë ndodhur, fëmia shikon ekranin, shikon figurat, mund të dëgjojë shumë mirë se çfarë ndodh, por fëmia bëhet shumë i varur ndaj ekranit dhe nuk shikon fare përtej asaj. Pra ka shumë fëmijë të cilët kanë dhe mungesë ndërveprimi vetëm për shkak se janë të ekspozuar për një kohë të gjatë ndaj ekraneve. Dhe në këto fëmijë të cilët nuk kanë të zhvilluara vështirësi të tjera, në momentin kur ekrani shkëputet, patjetër fillon dhe eksplorojnë botën rreth tyre. Pra ekrani ndikon në perceptim dhe në ndërveprim, që janë dy gjërat të cilat janë thelbësore në rritjen e një fëmije. Në momentin kur ekrani zbehet dhe fëmia shikon, ndërvepron, atëherë fillon edhe komunikon. Qoftë dhe duke zgjatur dorën për të marrë diçka, apo duke zgjatur dorën për të treguar një objekt ose diçka që don ose diçka çfarë don ta tregojë. Kështu që ekranet ndikojnë në përqendrim, ndikojnë në vëmendje. Në momentin kur një fëmijë kalon moment pas momenti nga një video tek një tjetër, ajo e vështirëson përqendrimin e fëmijës dhe normalisht kanë të vështirë të ulen të zgjidhin një detyrë, të realizojnë një detyrë, të zgjidhin një problematik të vogël, të cilët është e moshës së tyre. Do një gabim tjetër që bëjnë prindrit? Pra që të gjithë ata që po na dëgjojnë të marrin masat e duhura. Prindrit duhet i lënë fëmijët të lirë. Prindrit duhet t'i japin detyra të vogla në shtëpi. Pra një fëmijë në momentin kur e di që ne do ham darkën, le ta ketë si detyrë që të sjell lugën, të vendosi pecetat, të marrë shishën e ujit, ta sjelli në tavolinë. Kjo do e bëj atë që të ndjehej shumë mirë. Dhe normalisht nëse fëmia e gjen ushqimin gati, do ketë bërë diçka më parë, mund të ketë qëndruar në ekran, siç po thoni më herët. Ndërsa nëse aktivizojmë këto detyrat e vogla, t'i çojë gjërat e veta në vendin e vet, që në moshën 3 vjeç duhet të nisë, ndoshta edhe më parë fëmia duhet ta ndjek prindin për t'i bërë këto veprime. Kjo do ja mbushte kohën fëmijës. Tjetër gjë që do sugjeroja është librat. Librat janë një magji e vërtetë edhe për ne të rriturit, jo më për fëmijët. Libra me figura në moshën 1 vjeç me figura të thjeshta, një faqe, një figurë është okay. Pak më të pas moshës 1 vjeç me 2-3 figura në bazë të një kategorie, për shembull fruta, perime, kafshë të tjerë. Kjo do ndihmonte të zhvillonte trurin e fëmijës patjetër, por koha me fëmijët sa do pak të jetë, nëse prindi ndërvepron me fëmijën, pra e ka ulur me fëmijën duke bërë një lojë, duke pasur ndërveprim, duke i emërtuar ose duke i modeluar fjalët, siç ne themi shpesh, ajo rrit vetbesimin e fëmijës, mbush kohën gjithashtu, stimulon trurin për fjalë të reja. Dhe po mbyllim ndoshta me një mesazh të fundit nga gjithë fëmijët që u keni pra pasur si pacient, nëse i quajmë të tillë, pra pacient quhen apo ne i quajmë thjesht fëmijë, të cilët po kalojnë atë vështirësi. Se prindrit me siguri dhe është normale që t'jenë të shqetësuar, pra a duhet ta marrin me panik apo siç ju kërkohen më parë shembuj pozitiv, pra ka raste kur fëmia zhvillohet normalisht edhe nëse punohet me të siç duhet kur duhet, pra nuk do ketë problem në tallme. Pra, a duhet të kenë këto mendimet negative dhe fataliste kur një fëmijë duket që ka probleme me të folurën, apo s'është pra kaq e frikshme dhe thjesht do punë dhe seriozitet? Patjetër, në momentin kur prindi gjendet përballë një vështirësie, që në momentin kur mendon a ka vështirësi, pra ai ka filluar të punojë me veten për këtë pjesë, është shumë e vështirë që të gjendesh përballë një situate,
por fëmia ndihmohet në momentin kur dërgohet te specialisti. Dhe fëmia ndihmohet duke e parë çdo ditë dhe duke u përpjekur për të bërë gjërat që një specialist të thotë. Asnjë gjë e vështirë nuk duhet të duket ose të shikohet si e pamundur, sepse me të vërtet ka raste suksesi. Dhe për çdo prind ka shpresë në momentin kur kemi dhe specialistë të cilët janë me të vërtet të trajnuar dhe të trajnuar për shumë vështirësi të fëmijëve. Aimon, të falenderoj shumë, ishte një bisedë mjaft me vlerë për gjithë prindrit, po dhe gjyshit që na ndoqën sot, edhe ju mirëpres në intervistat tashme. Shumë faleminderit për ftesën. Dashur teleshikues, do bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare dhe do të flasim në pjesën e dytë për guret në veshka. Na ndiqni vetëm pas pak.